me një koncert tematik kushtuar ikonës së këngës burimore shqiptare Hanife Seyfullah Reçani. Ansambli shqiptar i këngëve dhe valleve popullore në Republikën e Maqedonisë së Veriut u prezantua para publikut gostivaras me një program të pasur artistik, duke sjellë në skenë disa nga perlat e trashëgimisë sonë muzikore. Mbrëmja artistike e mbushur me emocione dhe kujtime ju kushtua jetës dhe veprës së këngëtares që me zënien e saj autentik u bë simbol i këngës burimore shqiptare dhe një nga figurat më të dashura të pollogut e mëgjer. Drejtoni i ansamblit Jetmir Xhepi tha se institucioni që ai drejton do të vazhdojë të kujtojë dhe nderoj të gjithë artistët që kanë ruajtur dhe kultivuar traditën shqiptare ndër breza. Ne gjithë bilbylat të cilët i kemi do t'i kujtojmë gjithmonë. Ishte radha që shumë më herët që të kujtohet Hanife Seyfullah Reçani, por me që ne zakonisht kemi shumë koncerte, po ja erdhi edhe ky rast që të kujtohet. Nuk do të thotë që do harohet, nuk do të thotë që e ndjera nuk është mes nesh, por në zemrat tona është gjallë, edhe do jetë gjithmonë gjallë sepse ne jemi rritë me këngët e Hanife Seyfullah Reçani. Koncerti u vlerësua lart edhe nga veterani i muzikës shqiptare Hajrullah Volina, i cili evokoi kujtime nga bashkëpunimet dhe miqësia e hershme me Hanife Reçanin. Ai e cilësoi atë si një artiste të rrallë që interpretonte këngën burimore me një stil krejtësisht të veçantë dhe shprehoi emocionet e tij për organizimin e këtij omazhi artistik. Zonjën e njoh 1958 kam ardhur në gostivar si arsimtar i muzikës. Vazhdimisht unë kam luajtur në violin, ajo ka qenë një zonjë që ekzekutonte këngët burimore në mënyrë të vetë speciale. Ajo nuk ka tjetër çfarë të flet njeriu. Njihemi shumë mirë se zotni Shaban Stafaj, Hanife Seyfullah Reçani e disa shok tjerë, një grup i shqip, çdo të shtunin në mbrëmje me violin, me gitarë, me atë, bëshim ajengje shumë të bukura familjare në shtëpi, prandaj edhe jam shumë i emocionuar që e kam pa edhe këtu në fotografi poshtë. Unë sonte jam shumë i kënaqur për këtë, se unë jam 86 vjetë 7, por jam shumë i kënaqur që kam pa kështu një që mbritëm, ta kemi një ansambël kështu shtetëror të Maqedonisë Veriore. Duhet ta vazhdojmë punën, se u impresionova kur e ndigjova këngën për Besën, bashkë me ju këndojsha, ajo është një hit i gostivarit. Mirënjohje për organizimin shprehua dhe familja këngëtares. Gjali i saj, Ilir Seyfullahi, falenderoi drejtuesit dhe artistët e ansamblit për realizimin e një koncerti të suksesshëm, duke theksuar se aktivitetet e tilla janë të rëndësishme për ruajtjen dhe promovimin e melosit shqiptar, si dhe për nderimin e figurave që kanë lënë gjurmë në kulturën kombëtare. Falë këtyne vajzave të gjemve të ri, edhe këngëtarëve, edhe vallëtarëve, të cilët ishin fantastik, mendoj se ishte
shumë i suksesshëm. Mendoj se publiku patën qaste të këndshme, kështu që kështu organizime duhet ketë, se edhe ashtu koncerti ishte tematik, pra dhe me thonë se duhet jetë edhe për artistë të tjerë, por ato kanë qenë dikur, ardhmëria ngelën të këta të ri që i pa mësante, edhe jam i lumtur natyrisht edhe me emocione, pata edhe emocione, mbasi bështë fjalë për nënën time, edhe ajo nuk është më në mes nesh, por emocionet ishin edhe sepse vazhdon të kultivohet, në thonë me losi i janë, parën parasysh a përkujtohen artistët e vjetër, ose edhe të ri me veprat e tyra. Prandaj jam mirënjohës, jam falenderues, jam i lumtur, shpresoj edhe tjerët të kenë pas qaste të lumtura. Në fund të mbrëmjes, ansambli ndau një milionë post-mortum për Hanife Seyfullah Reçanin. Milionë ndan gjithashtu për këngëtaren Gostivarase Sananda Imeri Stafaj, si dhe për kavallistët Emin Xhaferi dhe Adnan Aliu, si artistë që vazhdojnë të kultivojnë frymën dhe traditën që la pas Hanife Reçani. E lindur në vitin 1938 në Gostivar, Hanife Seyfullah Reçani ndërtoi një karrierë artistike që zgjati më shumë se 5 dekada. Ajo interpretoi afro 200 këngë dhe u shndërua në një nga zërat më autentik të muzikës popullore shqiptare. Këngë si Bien Tri Dairet, Prej Tetove në Gostivar, Mojfusha e Korabit dhe shumë të tjera vazhdojnë të dëgjohen edhe sot nga brezat e tërë shqiptarësh. Hanife Seyfullah Reçani ju nda nga jeta më 17 nëntor të vitit 2017, por trashëgimia e saj artistike mbetet e gjallë dhe vazhdon të frymëzojë artistët e rinj dhe adhuruesit e këngës burimore shqiptare.